Ajetet të cilat jemi në leximin dhe shpjegimin e tyre të surës An-Nazi'at, surja 79 e numëruar në Kur'an, i flet Allahu xhelle xhelaluhu pejgamberit të tij alayhi salatu wassalam derisa po ballafaqohej me tiraninë dhe me përgënjeshtrimin e popullit të vet të Qurayshve. I flet Allahu xhelle xhelaluhu se çifti i tyre ka ekzistuar në histori, shembujt e tyre kanë ekzistuar në histori, dhe shembulli i cili i përfshin të gjithë kriminalet në vetveti është shembulli i Firaunit. Te Firauni e gjen kufrin, mohimin. Te Firauni e gjen tiranin. Te Firauni e gjen diktatorin. Te Firauni e gjen rebelin. Te Firauni e gjen atë i cili mundohet me vrap pejgamber. Te Firauni e gjen çdo të keqe e cila ka mundësi me bani njeri. Andaj Allahu xhellahu shpesh në Kur'an e ka pru ngjarjen e Firaunit. Për çfarë? A ka qenë ai më kriminal se dikush tjetër? Kriminal o kriminal. Por se dietarët thonë ngjarja e Firaunit me Musa alayhi salatu wassalam është përsëritur në Kur'an shumë më shumë se kriminal të tjerë dhe zullumçar të tjerë. Për çfarë arsye? Se Firauni është fotografia e plot e gjdo zullumit në tokë. Qëlli zullum të egzistoje të dikush të ajo. Gjdo kriminal që egziston në dunja, aje ka po paratina. Andaj Allahu xhelole prunin ngjarjen e Firaunit për të na i treguar neve çfarë. Kjo është shumë më rëndësi. Çish funksionon njeriu pi mrena nëse nuk ju bindet pejgamberëve. Fa qala ana rabbukumul a'la. Meditojë në këtë fjalë të madhe që e ka thënë. Tha unë jam Zoti juve më i madhi. El a'la, Zoti jon më i madhi. Ti në sejdë dhe çka thua? Subhana rabbi el a'la. A thu gjithë? A i tha unë jam çiki a'la. Unë jam rabbul a'la. Mirë pa Allahu xhelal çka tha? Fa akhadhahu Allah. E kapi Allahu me kudretin e ti dhe fuqin e ti dhe e bani ibret për këtë njerëzimin Firaunin. Andaj neve nga kjo i kemi tri mësimit të cilat mundimi t'i përmenjme në këtë khutbe. Kanë dhënë dietarët, krejt ata që kanë hinë zjarrin e xhenemit kanë hinë nga tri dyjer, tri sebepe. Ja u kanë bën njerëzve që ti mohojnë pejgamberët dhe mos ju mbindet Allahu te bareke ve teala. Dera e parë është dera e shubuhateve, e dyshimeve. A është pejgamber? A so pejgamber? Me të hinë kjo në zemër, të avranë zemër. Me të hinë zemër, a është Muhamedi pejgamber, a nuk o pejgamber? Mundet më kanë, mundet mësë më kanë. Nëse të hinë zemër, kjo të mitë. Andaj Allahu xhelle xhelalu shpesh në Kur'an e ka përmend derën e shibeve. Inhum illa yadhunnun. Thot Allahu xhelle wala për shumë mohues, ata veç kanë hamendje. A kena murin gjallë, as kena murin gjallë. A ka pejgamber, as o pejgamber. Eksumerat, andaj duhet kjo derë me umshel. Cila është kjo derë? Me umshel me derën e bindjes. Ajo pejgamber e ka dërgu Zoti. E tham, pse njerëzit se pranojnë pejgamberin? Pse njerëzit duke pranojnë pejgamberin? Pse aj e jone? Pse aj e jone? Andaj thanë dietarët, sikur Allahu ta bante çdo njeri pejgamber, ai s'kish me dyshue. Me të pas bot ti edhe mu Allahu pejgamber, da s'kish me dyshu? Kish me thonë najna pejgamber. Po kur Allah e ka bot tjetrin, ja thëna pse aj? Andaj thanë Quraysh, laula unzila hadha al-Qur'anu ala rajulin min al-qaryatayn azim. Pse ki Kur'an si ka zbrit, mas i ka zbrit? Pse si ka zbrit njëri të madh? Një njëri të madh e kishin për qëllim babën e Khalid ibn al-Walidit. Khalid ibn al-Walidit i kur u bë musliman, baba i vet ishte njëri madh. Njëri madh. Ato dhe ishin, kije tim, këti e dasht. Allahu shka ju tha? E hum yaqsimuna rahmeta rabbik. Ata kanë me da rahmetin Allahu. Ti kimi kalzu, na kena mi kalzu Allahu. Ti ta bane pejgamber këta mëse ban? Hasha. Andaj dera e pare zarmi cila dyshimi. A thue ka mirë kja se ka mirë? Kur'ana janë qështu asë janë qështu? Hoxha e ka mirë asë ka mirë? Kur t'ja nisë është ti me filozofu me dyshime, e ke qelë derën e zjarrit, një derë shumë e fështirë për të mbyllë. Andaj mbyllë derën e dyshimeve në çështjen e Zotit dhe çështjen e pejgamberit. Mund është me dyshu për gjërat tjera.
që janë relative, mundet dhe s'mundet, por s'ka mundësi me dyshu të Kur'ani dhe të hadithi dhe të pejgamberia pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Dera e dytë e zjarmit, të cilën e kanë konkluduar njerëz nga ngjarja e Firaunit, cila është? Nga se Firauni e kishte edhe një njeri me veti. Ai e kishte emrin Qarun. Ai ishte pasanik i madh. Pasanik i madh. Ai ishte nga familja Musës. Ai ishte nga familja Musaj. E kish kusheri Musaj. Se dikush thot, unë e kam kusheri, s'mundet mu kanë ai keq. Musaj e kish ta kusheri, Allahu xhallahu na kena me fundos. Edhe pejgamberi jon sallallahu alaihi ka pos du kusheri, ka fundos Allahu. E ka pos Ebu Gjelin kusheri. Ebu Lehebin e ka pos migj. Baba i pejgamberit Ebu Lehebin e ka vlla. Allahu than Kur'an, ti sot e mallkon për ditë. Shumica muslimanëve që të surët e vogla i din, tabat yada Abi Lahabin wa tab. Ti për ditë ja mallkon axhën pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Ama axha jot kujton se s'ka mundësi me devijue. Andaj nuk ka të Allahu, kjo jemi, kjo joti, s'ka mundësi. Ishte Karunit, ku e kish ki problemin? Epshin, parët. A kish pare shumë. Qelsat janë bajshin me deve. A mund është me paramenu farthesari është aj, far arke me pare është ajo, e cila qelsi du të me bajt me deve. Zakonisht qelsi i vogël. Ato qelsin e kishin të madhë, që mus me mujtë kurkush me qel ata. Paramenu sa pare ka pas. Mirë për thëtë Allahu gjelluala, fa khasefna bihi o abidari, na edhe atë, edhe këtë shtëpin e ti edhe pasurin e ti e vundosëm në tokë. Andaj dera e dytë e zjarmi cila është? Epshi, e kanmja, e di o gjo, du të me bo këtë punë. E di se është haram, po në e baj. E di se ka ndalu Zoti, po në e baj. Atëherë kjo është drejt rrugës e xhenemit. E di dhe e vanë. E qka të ka bo me ditë dhe me bo atë qka s'duhet me bo? Epshi, levërdia, e kanmja. Qa me bo? S'po ka rrugë tjetër. Sot këtë korrupcion, këtë rishvet, këtë haram, qka me bo na? Në zjarë atje nuk ka kur kushtu pra me i në zjarë për dikan tjetër. Mirë po në këtë dunja, për shkak se qofë me zjarën, neve hutomi. Dhe dera e tret e zjarëmit që i përfshin shumë. E këto të rjetë janë të Firauni, e pastaj shpërndahen në për njerëz. Firauni e ka edhe dyshimin, si e pejgamberi tha Musait. E ka edhe epshin, se unë jam pushtetari. E ka edhe tretën, e që e kanë shumë njerëz. Cila është ajo? Thanë djetarët, babul ghadab. Dera e zjarit është dera hidhnimit. Ka dalë thotë se unë jam nervoz, së në më kalzon ti muhe. Ka qështu ka do njerëz. Ka dalë se kjo temperament, së në i kalzon ti këtina. Po mirë më konti para pejgamberi, çka i thue? Ka dalë se ti së në më kalzon mu, së unë jam nervoza. Unë e hidhnona shpejta. E thanë djetarët, një numëri madhi njerëz në xhenem kanë me hi, si janë konë shumë nervoz. Shuj këti mos i folë se ki shumë nervoza. Xhenemi e zbut. Allahu na ruaj për xhenemit. Andaj mos ta shfash në nervozën tonë për para ajeteve edhe për para haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra nervoza është ajo vlimi i gjakut kur ti thu kush me ka më kallzu mua? Kush më mëson mua? Kush di më shumë se unë? E ka mundësi kjo ndonjëherë ja thu edhe Zotit. Ja thu edhe pejgamberit. Ja thu edhe dietarëve, imamëve të muslimanëve. Edhe shkatrohesh, Allahu na ruaj. Andaj 3 ditë të zjarit të konkluduara nga kush? Nga kjo sure e madhe cila janë dera e dyshimit, mshele me bindje. Dera e epshit, mshele me mjaftueshmëri. Mjafto me çfarë ka thënë Allahu xhallahu ala. Mos e shtri lakmin larg, se këtë tokën me tallon që më thon të madhe një. Këtë tokën me tallon që më thon, a ka dikun të hipi dikun tjetër një tokë ta marr. Andaj zvogloje lakmin. Nuk është problem me dasht, është problem haram me kaluar. Pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam nuk ka thonë se s'ban me dasht pasurien dhe nuk ban me lakmu. Madje ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shtëpia e mirë, gruaja e mirë, mjeti i mirë, transportues janë prej lumturisë së kësaj bote. Kojshia i mirë është prej lumturisë së kësaj bote, aman halal. Po bane kalove vijën e kuqe, vijën e haramit, atëra ajo bëhet derë për dyrët e xhenemit. Dhe e treta, idhnimi, nervoza. Dhe sot shumica njerëz dëshë këtë mrola. Pse ku me dita në vetvetin e vet, çka është za vetën? Çka është e vetën? S'ka si une. Ku me dita kujton që s'ka lesi ai kurkush. Allahu na ruaj.
Andaj tha Firauni, kur mbledhën këtë tutrija të kë, tha, unë jam Zoti. Unë jam, s'ka tjetër. Pushtet kam, pare kam, nervoz jam, edhe qka, unë jam Zoti. Tha Allahu Gjellu Ala, fa akhadhahu Allah. E Allahu e kapi. E kur ta kape di kanë Allahu, nuk e shlën kur. Allahu në rujt. E lusmi Allahu Gjellu Ala, që Allahu të në i largon dyshimen nga zemrat tona. Në i mbush ato me bindjen dhe i Zoti Gjellu Gjellalu. Në i largon Allahu Gjellu Ala epshe që na pengojnë nga Zoti jonë të bare kjo e tala. Në i largon Allahu nervozën dhe hidrimin që na pengon nga bindjen dhe i Zoti dhe pengamberi tonë sallallahu alaihi wasallam.